Dyert e Kuvendit të Kosovës, të hapur atje për mërgjimtarët, u shndruan në një arenë fyrjesh, ofendimesh dhe përplasjesh fizike mes deputetëve dhe qytetarëve. Në vend të një imazhi dinjitet shtetëror, qytetarëve ju ofrua një pamje as pak e hishme për të parë. E qytetarët e Gjakovës kanë një mendim në lidhje me këtë situatë. Mendoj që pamje jo e mirë. Si qytetarë mendoj që s'është e arsyeshme, me qenë se edhe luftrat mbarojnë me bisedime. Kështu që besoj që duhet tulen gjitha partitë dhe të gjenë zgjidhjen e cila ekziston me siguri. Shumë keq. Nuk është e nivelit jonë, për arsye se është përdor dhuna, ofendimet, që nuk duhet barëm të përsëritet, edhe normalisht që Kuvendi duhet të vazhdoj punën e vetë. Do më thotë të kushtohen. Unë jam mërgjimtar nga Zvicra që 40 vite. Së herë nuk po shoh diçka pozitive, më vjen keq shumë për vendin tonë. Inshallah përmirësohen. Reagime të shumta ka pasur edhe në rrjetet sociale. Qytetarët po bëjnë thirrje për ruajtjen e dinjitetit të institucioneve, pavarësisht bindjeve politike. Diskursi përdorur në sallën e Kuvendit të Kosovës po vlerësohet i papranueshëm pasi sipas tyre po kalohet korniza demokratike.